të nderuar qytetarë të Gostivarit, pushtetet e kaluara e lanë Gostivarin pa investime, pa ujë të pishëm, me infrastrukturë të shkatëruar, mbi 25 milion euro borxh dhe me ikje masive të rinjve. Kryetarët e deritanishëm nuk punuan për qytetin, por e shfrytëzuan për interesa personale. O shkoa të ndryshojmë këtë realitet. Ju meritoni ujë për pije, rrugë të rregulluara e të ndriçuara, qytet të pastër e të sigurt dhe administratë që punon për ju. Unë premtoj ringjalljen e Gostivarit me sport, kulturë, transparencë dhe realizim të plot të projekteve. Me një zë, duke rrethuar numrin 7, ta bëjmë Gostivarin qytet të zhvillimit, të dinjitetit dhe të shpresës. Një zë për Gostivarin. Voto numrin 7.